Ceremoni pati një pjesëmarrje masive të popullatës, jo vetëm nga Kosova, por edhe nga treva të tjera shqiptare, edhe nga Shqipëria, qoftë qytetarë, qoftë sipërfaqësues. Shqipëria, Maqedonia, Presheva, gjithmonë. Dhe këto tregojnë respektin e lartë që ka presidenti Thaçi në shqiptarinë përgjithësi dhe tregojnë ndjesinë e këtij rasti të vdekjes, prandaj edhe kish gjithë këtë prezencë. Edhe unë mendoj se kjo duhet merret si lehtësim edhe për familjarët, edhe për gjithë ne që kemi bashkë ndje me presidentin Thaçi, me vëllezërit e tij, me familjen e tij e tjerë. Megjithatë, nuk u pan përfaqësuesit e institucioneve, pjesa më e madhe të paktën, sepse kryetarin e Prishtinës e pash, pjesën e partive politike opozitare nuk e di se unë nuk kam qenë në varrim, po nuk e di si ka qenë organizuar dhe çfarë mesazhi është ky Berisha. Pra, nuk ka qenë kryeministri, nuk ka qenë presidentja, nuk ka qenë kryeparlamentari. Ne nisëm kritikën me dhoma speciale që funksionojnë bazë ligjit, kurse për institucionet duhet me nisë vlerësimin në bazë normave morale dhe traditës që kemi ne. Edhe të komunikimit politik. Populli shqiptar pa marrë parasysh komunikimet, i ka disa norma tradicionale që kanë rujt identitetin tonë dhe që kanë ditë të dalin nga vetvetja, të i kalojnë vetveten momente kritike. Mos hytash me dramatizu, do të thotë kanë qenë gjendje gjaksit me i dhanë leje me ardhë në varrim. E tash për shkak të komunikimit politik, në qoftë se kjo ka qenë arsyeja. Mos me qenë prezent, atëherë duhet me diskutu. Është dashur për shembull zoti Kurti ta bëjë. Është dashur përfaqësues institucional të jenë prezent, të paktën në atë komemoracionin. Po. Nëse jo për shkak procedurave të zgjatura, komemoracioni ka qenë një moment kur kanë përfaqësuar edhe institucionet e shteteve për rreth, domethënë Maqedonisë dhe Shqipërisë, Malit Zi. Unë mendoj se është dashur mirë, po gjithmonë ata mund ta kenë mbulesë zyrtare, por mbulesën morale nuk mund ta